Të nderuar shikues, mirëmbrëma, do të njihemi bashkë me edicionin qendror të lajmeve këtu në kanalin 7, ndër të tjera do të ndiqni. Edi Rama deklaron se në 11 maj votohet për Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Kryeministri fton nga Elbasani dashnor Sulën t'i bashkohet Partisë Socialiste. Berisha thot se kryeministri Rama po mashtron me afatet e antarësimit në Bashkimin Evropian, sipas tij Shqipëria nuk plotson ende asnjë kriter. Pas ekstradimit nga Spanja, ish kreu i bandës së Durrësit, Lulzim Berisha përballet sërish me drejtësinë nën akuzë për vrasjen e një biznesmeni. Vjojë më gjërësisht, në takimin me kandidatët e qarkut të Elbasanit, Edi Rama ka kërkuar votën e qytetarëve për mandatin e 4. Suksesin e deri më tanishëm të reformës në drejtësi e konsideroi merit të Partisë Socialiste. Lideri i mazhorancës e ftoi dashnor Sulën që mbeti jashtë listave të opozitës t'i bashkohet skuadrës socialiste. Sidomos Sara që kemi. Kryeministri Edi Rama çeli fushatën elektorale në qarkun e Elbasanit duke kërkuar votën e qytetarëve për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian brenda 5 viteve. Gjatë prezantimit kandidatëve në këtë qark, lideri i mazhorancës Rama vuri në duke se me Komisionin Evropian është dakorsuar një kalendar që Shqipëria të mbyllë negocimin e të gjithë kapitujve të integrimit deri në vitin 2027, duke kërkuar një fitore të thellë në 11 maj si nevojë për të vazhduar reformat. Kanë qelluar zgjedhjet mes. Dhe është themelore që zgjedhjet ta konfirmojnë fuqishëm këtë vullnet përtej partive, përtej ngjyrimeve dhe preferencave apo paknejësive, sepse ky është një objektiv mbi të gjithë ne. Kryesocialisti Rama kërkoi votën e qytetarëve dhe si garanci për SPAK-un. Sepse nga ana tjetër, Këneta i thot nëpërmjet bufit dhe gjithë kukumjaçkave, i thot ne në datën 12 do të shirojmë TikTokun dhe do shkrim SPAK-un. Nga Elbasani, kryesocialisti Rama ftoi deputetin aktual dashnor Sula, i cili nuk do të garojë më me Partinë Demokratike, t'i bashkohet ekipit të socialistëve. Dash Sula duhet të hyjë në një proces se mund të jetë dhe i ditë edhe Dash Sula. Po për momentin duhet të dezinfektohet. Duhet dezinfektohet, si që janë ato, si bëjnë ato, kush me jetu me pula, që futen në karantinë. Shpendët, se mbajnë shumë shpendët nga këto. Ai është i natë mund ta kesh sa dush, po hakun duhet ja japësh që, me thënë drejtën, aty një njeri me ulërima për ditë, për komunitetin e vete, për miletin atje, se kanë ata një tytë aty si ai. Po duhet të heqi gjithë morrat e Kënetës. Ndërkaq më herët, kryeministri Rama gjatë një takimi në Tiranë me socialistët e njësisë numër 7 kritikoi fletën e votimit, e cila është e madhe si asnjëherë më parë. Ato fletë e votimit që qanë meti palë, ku të shishin ato. 500 euro. Po a ishte libër më, ishte katastrofë. Ne do të kishim bërë si italianët që kanë shëno emrin, do më shkon atje, për një flet kaq, ke partinë dhe aty ke me stirë lapë, shënon emrin e Tilda. Dhe vële ata e kanë që ti shënon emrin, mund shënosh dhe emrin e parë. Do më kujtohet kër e bëri modra ime dhe skrivi Gjorgja. Një ditë më parë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve miratoi fletën e votimit, e cila për qarkun e Tiranës ka 539 emrat kandidatëve për deputet. Për Sali Berishën, Shqipëria nuk plotson asnjë kriter për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian. Objektivin e vendosur nga Edi Rama për antarësim brenda vitit 2030, lideri i opozitës e konsideroi një mashtrim të kryeministrit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha cilësoi mashtrim premtimin e kryeministrit Edi Rama që Shqipëria do të jetë antare e Bashkimit Evropian në vitin 2030. Në një konferencë me gazetarët, Berisha deklaroi se qeveria socialiste ka qenë në vitin 2017 që feston hapjen e negociatave, edhe pse vetëm pak muaj më parë faktikisht bisedimet për antarësim u çelën. Shiko ku e ka mashtrimin. A e din, a nuk thot do në vitin 2029. Jo, se di që s'do ndodhë. Por e çon vitin 2013 për te mandatit që përpiqet të grabis vetëm për të mashtruar shqiptarët.
kur unë kam deklaruar këtu para jush dhe para botës se Shqipëria nuk plotëson asnjë kriter përveç kriterit gjeostrategjik, e kam bërë këtë me përgjegjësinë më të plotë. Për të dytën herë Berisha i doli në mbrojtje kryebashkiakut arrestuar Erion Veliaj. Erion Veliaj meriton të gjitha, po horrorin që i organizojnë aty me Pojen, me Xhevdetin, me Ulsimanjen, bëhet ministri Kalec, zbaton urdhra me atë tjetër, si thon aty ministri tjetër, Maznikun, sepse njeriu edhe në burg po tjetë dhe kudo, ai gëzon të drejtat e tij. Kryetari PD-s Berisha ju kundërpërgjigj kryeministit Edi Rama edhe në lidhje me deputetin Dashnor Sula, duke theksuar se vendi i tij është në Partinë Demokratike. Vendi i tij është në Partinë Demokratike. Ideja e tij për të gjetur stre tek Llapaj e mori përgjigjen sot nga Rama. Rama i thot atij që sa shkon tek Llapaj, hajde tek unë. Deputeti Sula u distancua nga Partia Demokratike në 12 mars pasi emri i tij nuk u vendos në listën e mbyllur të kandidatëve për deputet. Më pas ai u bashkua Partisë Adriatik Llapajt, por sërish u largua pasi sipas tij nuk mori garanci për zbatimin e parimit kush merr më shumë vota hyn në parlament. E në këtë situatë Dashnor Sula nuk do të garojë në 11 maj. Ministri i Jashtëm Miguel Hasani zhvilloi këtë të mërkur një takim me sekretarin e jashtëm të Britanisë së Madhe David Lammy. Gjatë takimit të tyre në Londër, Hasani dhe sekretari britanik diskutuan mes të tjerash për forcimin e marrëdhënieve dhe për samitin e ardhshëm të komunitetit politik evropian që do të mbahet në Tiranë në datë 16 maj. Po ashtu diskutuan për rritjen e bashkëpunimit të funksionit të sigurisë rajonale, rikonfirmuam angazhimin e përbashkët për zgjedhuar bashkëpunimin shumëpalësh të organizatave ndërkombëtare, si dhe inkurajuam shtimin e investimeve britanike në Shqipëri në sektor kyç dhe me interes ndërsjellët, ka nënvizuar ministri Hasani. Biznesmeni Elman Abule i vënë në arrest shtëpie për dosjen e kryebashkiakut Erion Veliaj u paraqit këtë të mërkur në SPAK. Ai qëndroi brenda ambienteve të prokurorisë së posaçme për afro 4 orë. Abule dyshohet se ka kryer pastrim parash përmes kompanisë Remetal SHPK. Nuk dihet ende se çfarë ka deklaruar saktësisht biznesmeni gjatë dëshmisë së tij disa orëshe në SPAK, ndërsa ai refuzoi të flasë për mediat. Ish kreu i bandës së Durrësit, Lulzim Berisha, është ekstraduar nga Spanja dhe tashmë do të përballet në gjykatë me akuzën e vrasjes. Bëhet fjalë për ekzekutimin e një biznesmeni 20 vite më parë në autostradën Tiranë-Durrës. Me drejtsinë shqiptare, ish kreu i bandës së Durrësit, Lulzim Berisha, ka 2 llogari të hapura. Tashmë që u ekstradua nga Spanja, orët e vona të mbrëmjes së djeshme, pritet që prokuroria e posaçme t'i dërgojë gjykatës antikorrupsion kërkesën për rivlerësimin e masës së sigurisë, arrest në burg. Masa ndaj tij është vendosur për vrasjen e biznesmenit Klodian Saliu, pas rrëfimeve të penduarit të drejtësisë Luftar Reçi. Ai u ekstradua me gjithë përpjekjen për të ndaluar këtë proces, pasi humbi betejën ligjore me shtetin spanjoll. Lulzim Berishës tashmë do t'i duhet përballet me akuzën e vrasjes si grupi strukturuar kriminal ndaj armikut të tij të dikurshëm Klodian Saliu. Ngjarja kjo e ndodhur në 2005 në autostradën Tiranë-Durrës. Për këtë arsye, shteti shqiptar e shpalli atë në kërkim në vitin 2020, ndërsa për mungesë provash i rrëzoi akuzën për vrasjen e biznesmenit tjetër, Vajdin Lame. Krime këto që kanë ndodhur në një hark të ngushtë kohor nga njëra tjetra. Dosja tjetër për të cilën drejtësia e ka kërkuar Lul Berishën lidhet me shlyerjen e një dënimi, të cilin ai e uli nga të përjetshëm në 25 vjet. Mirëpo, gjykata e apelit të Durrësit i fali atij 5 vjet, gjë që i dha atij liri në 2014. Mirëpo, gjykata e lartë nga ana tjetër prishi vendimin ndaj ish kreut të bandës së Durrësit, e atij do t'i duhet të vuajë vitet e falura nga shkalla e dytë. I shumë kërkuar i Lulzim Berisha u kap në mes të dhjetorit të 2 viteve më parë me identitet bullgar dhe pamje fizike të rësisht të ndryshuar.
Policia e Tiranës ka zbuluar një ambient të përshtatur për kultivimin e lëndëve narkotike në fshatin Laknas. Në pranga përfunduan 2 njerëz, 2 vëllezër, pronar të shtëpisë së Barit dhe një punonjës i OSHE për shpërdorim detyre. Po ashtu, procedua në gjendje të lirë babai 2 vëllezërve, pasi dyshohet se kishte dijeni për këtë veprimtari të palishme. Gjatë kontrollit të banesës në cilësinë e provës materiale u sekuestruan 20 bim narkotike kanabis sativa, një sasi lëndësh narkotike kanabis i përpunuar dhe pajisje të tjera elektrike të përdorura për kultivimin në ambiente të mbyllura. Dy tunele janë pjesë e projektit të zgjerimit të rrugës Elbasan-Librash. Kryeministri Rama dhe Ministri e Infrastrukturës inspektuan punimet, duke nënvizuar se investimi do të sjellë zhvillim për të gjithë zonën. Investimet nga buxheti i shtetit gjatë këtij viti në infrastrukturë janë fokusuar te projektet që kanë një rëndësi strategjike. Një prej tyre është dhe korridori i 8. Kryeministri Rama dhe Ministri i Infrastrukturës inspektuan punimet në rrugën e re Elbasan-Librash, e cila do të ketë 2 tunele. Këtu nuk jemi në një informacion të lehtë si ai i llogaras, por nuk jemi as në një informacion të vështirë aq shumë sa Murizi. Mendojmë që diku nga shtatori do kemi dritë nga ana tjetër, tani jemi mbi 400 metra. Tunelet që të dyja janë 1.1 kilometër, kështu që në fund shtatori do kemi përfunduar me gërmimin, pastaj do përdorim gjithë pjesën për të bërë dorëzimin në fillim pranverës të vitit tjetër. Ndërsa kreu i qeverisë tha se pas rrugës së Arbërit, Tibranët do të lidhen më shpejt edhe me Pogradecin. Kur kalon Murrizin i kalojnë gjithë, apo jo? E dëgjoni ju Tibranët, se për ju pas ka qenë kjo botë. A e dëgjoni? Mirë rruga Arbërit, po tani do dilin dhe ke liqeni Pogradecit me shpejtësi të madhe. Prej një viti, autoriteti rrugor ka nisur zgjerimin e rrugës Elbasan-Qaftan, pjesë e korridorit të 8. Serbia e sheh me shqetësim marrëveshjen mes Shqipërisë, Kroacisë dhe Kosovës në fushën e mbrojtjes. Ministria e Jashtme në Beograd tha se nuk do të lejohet asnjë veprim i njëanshëm që kërcënon integritetin territorial. Pas nënshkrimit në Tiranë një ditë më parë të deklaratës së përbashkët në fushën e mbrojtjes mes vendit tonë, Kosovës dhe Kroacisë, ka reaguar Serbia. Beogradi thotë se ky është një provokim i hapur ndaj tij dhe shpërfillje ndaj realitetit në terren. Ne presim përgjigje urgjente nga Zagrebi dhe Tirana për qëllimet e vërteta të kësaj loje të rrezikshme të sigurisë. Serbia nuk do të lejojë veprimet të njëanshme që mund të rrezikojnë integritetin tonë territorial, sigurinë e qytetarëve dhe paqen në rajon. Sipas Serbisë, e cila nuk e njeh shtetin dhe institucionet e Kosovës, deklarata trepalshe e bashkëpunimit ishte rezultati një strategjie që synon izolimin e Serbisë. Ministrat Vengu, Maqedonci dhe Anušić thanë se bashkëpunimi synon forcimin e aftësive mbrojtëse të 3 vendeve, zhvillimin e industrisë dhe teknologjisë së mbrojtjes, si dhe përmirësimin e ndërveprimit ushtarak në rajon. Gjithashtu, Shqipëria dhe Kroacia do të punojnë ngushtësisht për unifikimin e qëndrimeve politike në mbështetje të aspiratave të qytetarëve të Kosovës për integrim të plot në strukturat rajonale dhe euroatlantike, thuaj në njoftimin e Ministrisë së Mbrojtjes. Tu kemi përfunduar, unë falenderoj për vëmendjen, bashkë natën e mirë.